Në videon e kaluar, folëm për rënien e flokut dhe të gjitha trajtimet që mund t'i bëjnë ndërsa së klinikin. Sot ndalon trajtimi më natyral, carboxy therapy. Është një trajtim i cili nëpërmjet dioksidit të karbonit jo vetëm përmirëson qarkullimin e gjakut, furnizon oksigjen në zonën e skalpit, por gjithashtu aktivizon rritjen e flokut, duke furnizuar dhe përmirësuar në shëndetin e folikulave. Në këtë mënyrë do të keni edhe flokun të shëndetshëm, por jo vetëm, mund të trajtojë disa patologji dermatologjike, siç mund të jenë dermatiti dhe psoriazi. Sot jemi duke trajtuar pacienten, në fakt kjo është seanca e dytë, e cila referon që ka një rënje të flokut dhe si rezultat i dietës apo peshës që ka humbur. Pacienta referon që nga seanca e parë flokut kanë filluar të bien pak më pak, dhe gjithashtu dermatiti që kishte në zonën e kokës duke sikur shkakton më pak kruajtje apo prurito. Doktoresha Resirga për ta aplikuar. Siç mund ta shihni tek zona e kohës kapelute, e cila është shumë e qetë se herën e kaluar, ne kemi edhe folikulit apo flokët e reja dhe pacienti është zakonisht shumë e lumtur.